Shtetit Parlament të Kosovës nga sot në ndërtuar dhe shpresoj që gjithë bashkë me tema nacionale, me interes për vendin, të punojmë fort për ligjet mira, përmirësojmë ligjet të cilat rrugës për në dalin kogja me të lashë, të aqojmë në nivel tjetër demokracinë kosovare, këtë tempo të demokracisë. Ne për të duhet të angazhojmë i përmirësimin e shtetit tonë, institucioneve tona, pjekurinën e shtetit tonë, kështu që sot besoj është një mirë me vetë faktin që tani më Kosova ka parlamentin, tani më Kosova ka deputetet dhe deputetet jam i bitur dalë nga dalë do gjenë rrugë për hapat e tjetë. Jemi hinë në fazën e konstituimit të kuvendit, edhe unë besoj që shumë shpejt edhe këto pjesë tjera që kanë mbetur pa përfunduar do të përfundojnë dhe mbetet që sipas ligjit dhe kushtetutës të konstituohet kuvendi dhe qeveria ashtu siç e kërkon ligji dhe kushtetuta. Faleminderit shumë. Se abstenuat do t'i limaj, se abstenuat për kryetar, se abstenuat do t'i limaj. Drejta jonë për